Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë vëllezër sonte me lejen e Allahut të Madhnuar apo me takimet tona të përjashme, ku tashmë jemi të informuar paraprakisht për tema që do të flasim, nga se kemi filluar me një zinxhir të ligjëratave që kanë të bëjnë me një temë të rëndësishme për neve, dhe për rëndësinë e kësaj teme kemi folur në fillim të këtyre ligjëratave. Kemi folur në takimin e kaluar për metodat që i përdor shejtani për të arritur qëllimet e tij. Dhe tash na kemi kaluar disa ligjërata apo që kanë të bëjnë me konfliktin e shejtanit dhe njeriut. Dhe kur kemi filluar me fol, kemi treguar pse është e rëndësishme, çka do na i neve, çka përdor e kështu me radhë. Dhe tash mendoj se na e kemi një informacion lidhe me këtë temë dhe nuk kemi nevojë që gjithmonë t'i kthehemi sërive të mëhershme, apo do të mjaftohemi nganjëherë me emërtimet. Për shembull, kur them se çfarë metoda përdor shejtani për të arritur qëllimet e tij, në tash e kemi mësuar se janë qëllimet e tij, apo ato 6 që kemi cekë, dëshon prej shirkut e deri te ato më të vogla që kemi përmend. Andaj duhet të thonë që këto terme duhet mi kuptu drejt dhe me i pas parasysh vazhdimisht që mos me pas nevojë me hyrje në detale, por që gjithmonë të vazhdojmë nga një hap përpara. Andaj kemi përmend se shejtani e ka një kërkesë për njeriu. Ajo është që mos i përullet Allahut Azza wa Jall, mos të përfill kërkesat dhe urdhat e Allahut Azza wa Jall, që njeriu vazhdimisht të shkel atë vijën e kuqe që Allahu Xhallahu Ala ja ka vendosur, që të rebelohet për Allahu Xhallahu Ala, mu ashtu sikur që u rebelua iblisi. Me një fjalë, ai don me pas për krahas dhe të dështuar si që është vetë. Sa ma shumë të bënë për të është ma interesant dhe ma mirë. Dhe ai kemi thënë këtë dështim, e ka ndarë në fusha të ndryshme, dhe kemi përmenë 6 fusha të dështimit. Pa dyshim ka ndallim me zvete, mirë po në qofë se nuk arrin që njeriun të mposht në një mejdan, atër kalën në tjetrin, që në ndot që të arrin për të është sukses. A kemi thonë kështë të fillim? Pastaj kemi dalë dhe kemi thënë, për të arritur këtë qëllim shejtani, çfarë metoda përdor? Kemi përmendë metodën e vezveseve, metodën e pështjellimit të vërtetës me të pavërtetën, metodën e harrimit të përmendjes së Allahut Azza wa Jall, dhe për gjitha këto kemi folur detajisht në çdo takim që kemi kaluar deri më tani. Tash kemi ardhur tek një pikë tjetër. Do të pasi që kemi të qartë natyrshmërinë e konfliktit mes neve dhe mes tij. E kemi përmendë. E kemi të qartë çfarë kërkon ai për neve. E kemi të qartë çfarë metode i përdor ai për të arritur atë që kërkon për neve. Apo kjo është ajo renditja zinxhirore që kemi kaluar deri më tani. Tash kemi ardhur tek një pikë shumë interesante me fol. Ajo është çfarë mjete përdor ai për të realizuar qëllimet e tij dhe për të bërë të zbatuara metodat e tij. Ne kemi thonë se ai don, për shembull, ai don që njerëzve mi u pështjellë e vërtetë me të pavërtetë. Ai don çtaj. Pse të më bëhet? Don që njerëzit në vend me adhuru Allahun, me adhuru dikon tjetër. Kështu kjo është zinxhir. Mirë, për të arritur këtë, çfarë metoda përdor? Për shembull, a përdor metoda të dhunës, me kap dikon të mezar, pe xhamie me kap edhe me qu tek vendet e shirkut. A e bën këtë? Kjo është metodë. Ose a del në rrugë ai dhe ç'ke parë. Sa të më shkon ders, po që ka parë shka që t'japë. A keni pa nere shejton të ç'ke parë? Ja, as se shihni bile. Qase se ka këtë metodë ai. Se ka këtë mjet, po domethënë, se metodat e kemi përmend më herët. Andaj çfarë metodë, çfarë mjete, më falni, nëse përdorim metodë e kam përshtë mjete. Se metodat i kemi cek më herët. Çfarë mjete përdor shejtani për ti zbatu metodat e tij dhe përmes tyre për të realizuar qëllimet e tij? A është e qartë? Ç'ka dersi on sonte?
mjetet e tij, çka përdoraj? Mjetet e tij janë të lloj-llojshme, janë të shumta, por që s'është e mundur me një ders me i përfshi. Mirë po, janë të koncentruara dhe të fokusuara në dy pika. Në qoftë se i merr të gjitha mjetet që shejtani i përdor, krejt çka i merr mjetet, atë e kështu me radhë i përmbledh të gjitha dhe pastaj dëshiron shkurtimisht dikujt me i kallëzu. Për mjetet e tij, atëherë dietarët tonë na kanë thonë se mjetet e shejtanit përkufizohen në dy. Dhe këto dyja shejtani që i ka marrë, këto dy metoda, jo pëse është i meqëm shumë, i ka shpik. Ja, a i me kun i meqëm i kishra Allah në sejdë. Po për shkak se është me ndjelet, nuk është i meqëm shejtani apo. A i kopjan, sikurse kopjojnë pasues e tij. A i ka shiku, çka Allahu Gjelle Gjelaluhu ka vendos në tokë që përmes tyre mjeteve të përdoret edhe të përhapet haku, apo çato të njëjtat mjete ka dashur me i marr për veti me i përdor. Kopjem. Dhe do të çuditeni subhanallah, nuk e di a do të kena mundësi me një detale, mirë po në qoftë se vetëm do të mbajmë në gjerat. Kopjimi i shejtanit veprat e Allahut. Qysh i kopjan dhe i shtramlon. Do të shohësh subhanallah se të gjithë njerëzit kanë mujt njëjtën mod, njëjtën marrë dhe më mirë të këshingu Allah në azugjen, nga se ajo është originali, por e kanë marrë falsën dhe kopjen. Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur flet në Kur'an për hapin e të vërtetës, për luftimin e të keqes, e përmen Allahu Gjelle Gjelaluhu se kjo bëhet përmes mjeteve të ndryshme, mirë po dy janë kryesorët. Dy mjete kryesore që përmes tyne për hapat e vërteta. E para është pushteti dhe udhëheqësia. Apo? Dhe e dyta janë dietarët njerëz të dijes. Këta dy kur janë në rregull, krejt me letë në rregull. Sikur se ka thonë Abdullah ibn Bareku. Kur janë kryetarët dhe ulemat në rregull, i tërë ummeti është në rregull. Kur ata prishën, krejt ata që kanë në ta prishën. Nga se dietarët i kallëzojnë kryetarët çka do të më bëj. Çka ka thënë Allahu xhalla wala. Kryetarët zbatojnë çka thonë ulemat dhe rregullohet ummeti. Shejtani ka pasë këta dy një janë kryesor. Atëherë ka insistuar që në vend që ata të rregullojnë, ka insistuar që këta me i prish. E që pastaj planet e tij me realizu përmes tyre, nga se vetë nuk mundet ato. Këta janë dy mjetet kryesore ato. Fuqia e pushtetit dhe fuqia e argumentit. Me çdo dyja shejtani ka deviju vazhdimisht gjithë bita e Ademit ato. E fuqinë e pushtetit edhe fuqinë e guës, argumentit. Sa ka deviju njerëz me një teori u dal atje. Një shkencëtar, profesor doktor, e ka qitë një teori, një kontinent e ka deviju ato. Edhe jo për 2 vjet e për 30, për 50 vjet njerëz e kanë njëkë njëri. Apo u dal Marksi, shkencëtar edhe Engelsi shkencëtar, edhe i kanë deviju 300 milion, 500 milion, 2 miliard, 3 miliard njerëz sa dush, apo? Me pashku shejtani në vesh, se cilët ka një kanë i thonë, bënë komunist, a ka shmund me i bo që ka shpejt? Jo, s'munët, apo. Atër i ka zgjedh, mas shpejti për mes ulemave ndreqin, apo. Se te kanë rolin me përmirësu, por ku të mrapshtohen, prishin shumë keq, apo. Pra e këtu janë 2 mjetet që shejtani i përdor për devimin e bijve të Ademit, apo. Fuqia e pushtetit, apo, dhe fuqia e argumentit. Sonte do të flasim për fuqinë e pushtetit, do sondes në ashëm për fuqinë e argumentit, për ulemat që kur i prish shejtani, çish prish në ata në me ta. 2 partin këta. Po unë reqen këta 2, kejt në reqët apo. Pra çdo prishje që ka ardhur te musliman, ka ardhur mas pare se këta janë prish. Në qoftë se shikojmë historikun e prishjes së muslimanëve, janë dalë dietar të prisht, apo që i kanë prish udhëhecit, pastaj këta me fuqi i kanë prish muslimanët. Që është historia gjithmonë ato. Nëse do të flasim detarisht për shembull me tutje. Mirë po, shejtani thash atë strategjinë e tij
e mbështet në këto dy shtylla. Tash vllazni jena duke hi në betejë. Do dhe tash jena kon larg betejës, apo? Qysh na kon larg betejës? Deri tash a ke pa për shembull një njeri që do me kon ngar me dikan. Do me kon për shembull ka me boksu me dikan, ose ka me rrej me dikan, ose ka me lujt loj me dikan. Para se me hi në mejdan të lojës, këshyr meqët e ti, qysh ka lujt, qysh i ka fuqit, ka i bjena, që ka bën, apo e këshyr mas pari. Tani, kur të njoftën që ka bën këj, hinë realisht në mejdan të luftës. Ajo që ka këna bëhet deri më tani, i kanë gjak kësaj, e kemi lëshu kasetën, dhe kemi shiku se qka dën shetani për te, qysh e i vepran, qysh i bjen këse puna, po. Ta shpejson të kemi janë në betej. Kështu që fillimisht dhe s'lasim për shtyllat mbi cilat ai ndërton luftën e tij, dhe pastaj do s'lasim për shtyllat mbi cilat ne ndërtojmë luftën kundër tij. Për të pati se veç kur të falsh kush është më i forti, lemë kur të vepron ato. Së dy përplasin. Shtyllat mbi cilat ai ndërton luftën e tij kundër neve dhe shtyllat mbi cilat ne ndërtojmë luftën kundër tij. Për të pa ti kush je dhe kush është ai apo. Për të pa ti pastaj sa duhet me qu kokën e arpisejës a jopën. Ti tani vendos ato. Këshur çka i përdor e këshur çka të kap ty Allahu xhallahu ala në këtë betejë për të pa kush është fitimtari ato. Pa e kuptove drejt. Pa e kuptove drejt këtë punë ato. Andaj thash se ata që shejtani ka përdor për të deviju njerëzimin, kategoria e parë dhe shtylla e parë janë ata që në arabisht quhen edhe Kurani ka quajtur me një shprehje posaçme në Kur'an. Allahu xhallahu ala i përmend në Kur'an me shprehje të posaçme, i thot el-mala, që do thot paria. Sa vënë në Kur'an i kemi, Allahu xhallahu xhelaluhu sa përmend një pejgamber që ka thonë popujve të tij, wa qala el-mala'u min qaumi, do thon paria pe popullit të tij s'besojmë kurrë. Gjithë paria të kundërt të na vën. Kush janë këta paria? Kush janë këta el-mala'? Mala', qëta, mala'un. I ka thonë Allahu në Kur'an, paria. Kush janë këta njerëz ato? Këta janë një grup njerëzish që njihen si autoritativ në mesin e popullit. E kanë fitu këtë autoritet me çka do qoftë, me kabile, me fes, me pasuri, me çka do qoftë, po janë autoritativ. Dhe me faktin që janë autoritativ, ata marrin mbi vete të drejtën, se ata gjithë e kanë mirë, e tjerë gjithë e kanë keq. Kjo rregull. Gjithë ata kanë drejtë në bëjë çka dojnë, e tjerë s'ka drejtë në bëjë kurrë përballë tyre. Kjo është mentalitet i njerëzve të caktuar që ka vazhdimisht në historitë e njerëzimit. Dhe ata kanë drejtë edhe njerëz me i shkel, apo dhe kur ti shkelin me thonë se kjo është e drejta jo nga se këta nuk meritojnë rysha ato. Që kjo është paria. E cila autoritetin që e ka, që thjesht e ka thithër të marrën për qëti populli, mundohet me a këthy, me të keq qëti populli që këtë autoritet ka dhona për. Ata, kushin autoriteti gjithashtu, el-mala, paria, pas kësaj, paria në Kur'an, që Allah përmend me ta, janë grup i njerëzve të cilët kanë instaluar kuptime të caktuara në shoqëri, ligje të caktuara në shoqëri, që përmes tyre ata gjithmonë fitojnë dhe tjerë gjithë hupin. Sa herë tish me ta gjithë ki me hup, nga sa ai ka instalu paraprakisht për me fitu. Dhe në qoftë se instalohet diçka tjetër, kuptim tjetër, Kur'ani, Suneti, pejgamberi ata kanë me hup. Prandaj të tillët s'kan dashur me pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Kanë thonë atë qëndrojmë zbashku me këtë zezak që po i vjen era. Ta s'kan dashur me botën, me Bilalin, s'kan pranu këta me kon barabart, s'kan pranu që ndodh që Bilali me kon më i dishëm, ku do të mundj në dy gujt me ngu. Çdan që e paria, që se u bën mundj para dy gujt me ngu optën. Për çfarë Allahu flet atë? Do s'ka s'do më kon këta të pasun gjithmonë, as do më kon udhëhet gjithmonë, po ata e kanë fitu për dika këtë autoritet, me fes, me babgjysh, me çka të qoftë. Mirë po fatë kje që është kjo autoritet ka refletu të ata me këto kuptime, me këto koncepte. Gjithmonë unë e du të mu vetë. Gjithmonë unë e di mas mirë,
Ande keni pa njerëz që mësu gjithmonë me kon të partë në për oda, të partë në për vende tjera, edhe pse i ka shkel rrota historisë, pe i mati ka skadua fati i ty në aftën, hala silën si me kon sot 3. Zdenaj, 2 fjallë si ka aftën, a i duhet me folë aftën. Për shpër arsye, paria, gjithin e kon na që shtot aftën, babë gjysh, spranan kur rrota historisë me shkel, a i kur spranan që me kon poshtë, se u silë rrota e dikur që kon poshtë u hyp nalt, është ka dale. Ja i se pranon këtë punë, që të e në paria që Allah fjetë për tapën, që gjithmonë e kanë ditë, po u pranua mësimet e pejgamberve, apo do të lëviz rrota, e po lëviz rrota, atëre ka mundësi që pejsh nati më shku poshtë, e ata këto nuk e dojnë apëta. Përndaj Allah Gjelle Ula thot, kur fletë për qëta elmele, në shumë vende thash në Kur'an, Allah Gjelle Ula i thot, pejgamber kanë thonë, wa ila thamude e khahum saliha, Kale ja qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Dhe tek Thamudi dërguam Salihun, i tha popullit të tij o popull im, adhuroni vetëm Allahun, nga se s'keni ju Allah tjetër pas tina. Kështu i tha edhe Nuhi popullit vet, kështu i tha edhe Hudi popullit vet, kështu i tha edhe Luti popullit vet. Kur Allah shpalos thirrjet e pejgamberëve, hakun, të vërtetën, apo kush është ai i cili e ka refuzu këtë që Allah o që ka thët apëm. Kale l-mele u ledhine stekbaru min qaumi, Nuhi talisam. Inna billedhi amentum bihi kafiru. Dhe tha paria popullit ti, krejt e në qka ju këni besu, ne këna mu, zbesojmë ta. Po pse? A kini argumente më të forta, a dishka? Ja, ta. E pse s'pe pasoni pra? Kanë thonë, wa ma naraka illa taba'aka aradhiluna. Nga sa e që këna përshojmë për të njeki veç në ngratit, veç shkretit. Sërrimet Allah, do të një klub të pësashëm për neve. Klub i Paris, që aty s'hin të shkretit, as fukarat, ja të zbën me jetë atë. Na kena special regula. Qëta në paria e smut, që kanë refuzu vazhdimisht, dhe këta i ka përdor shejtani gjithmonë për luftimin e dinit Allahut azza wa jalla. I ka përdor shejtani njerëz e tillë gjithmonë, me vedi ose pa vedi i ka përdor shejtani gjithmonë për të realizuar planet, strategjitë, metodat e shejtanit ato. Gjithmonë. Për më zgjat vëllai shumë me ta, po du me dalë me një pikë tjetër, nga se kjo tim me ka për melen me fola ato. Në kuptimi i Paris në Kur'an tim veti. Me çështë me bona një tim, kuptimi i Paris në Kur'an. Çysh e trajton këtë pari Kur'ani është tim me gab. Mirë po, si isharat, për çka po du me thonë matutja ato. Kur e ka pa shejtani vëllazër, se ka njerë në dukën të punë, ose të rasishme, ose të kurdista, ose të mshefta, ose sekrete, ose kështu përët, s'ka sekret kurgjë. Shumë është e qartë, ka një iblis, apo, i cili ka do plane, edhe li pargat në për to, ku ti gjoni merë, a ka msheft diçka këtu? A ka diçka msheftë? S'ka msheft, qartë është, shumë është e qartë. Jo lëvizje sekrete, në toke, mi toke, në rdheje, mi dheje, në ndetje, kështu më radhë, qka apëtja? Ata lëvizje sekret, mos i pa dikush, qka bojnë ata vetë? Mi po s'kje në omi i pa, në edhim qka bojnë. Apo, qka lip iblisi? Qëta e lip? Ka me përdor, qëta e përdor? Ki mos i menen shpetone, kur televizor mësë me këshyr me ditë me realizu punë ma mirë, sa ta që këshyr ditë për ditë lajmë apëtën. Në qëse me Kur'an i analizën gjërat. Në qëse me Kur'an i analizën gjërat. Andë shëtone ka pasë se këta njerëz jënë të prirë për me konë të ligë. Dhe nuk kam pranu që këtë ligështit e tyre me e luftu me fuqinë e Kur'anit. Nga se ka pasë të ligë, po i muzu. Po këta s'kam pasë ga dishmëri, ka se kanë gjinë të ligë shumë. Atëra shëjtani ka kërku se qysh me i ma që ta në kontrol gjithë. Mos me mdojë për i dore. A për kuptani? Qysh me i ma të ndorë se. Ta në të ligë, këta në elita, jënë paria, do në këtë kushtet për besonë. Ashtë një tutë. Qysh me i shtyun e këta me mgumu. E këto të kë mjetë ka përdur mjetë. Do mjetë i parë, thonë cili? Paria. A mjetë i parë. E me leviz këtë mjetë, i është dash një mjetë tjetër. Do në kjo është dhëmzor i madhë, për me leviz këtë dhëmzor, me leviz maqinën, i është dash një dhëmzor tjetër, për skejti. Këtu ka shumë dhëmzor që i levizin këta atëm. Unë e përdu me i përmen dy për i ty në veç atëm. Për me leviz parin, këtë dhëmzorin e shirrit me leviz,
Me çka e shtyn shejtani? Me çka e lëviz? Dhëmbëzori kryesor për lëvizjen e këtyre vëllai, edhe mbajtjen në kontroll të tyre dhe furnizimin e tyre me të gjitha mjetet e duhura për devimin e njerëzve, shejtani i ka përkufizuar në gjinin femrore grunat. Thot dikush qysh, a në shmim kja? Jo tash e kallëzojmë që bjen kjo puna. Këta të shka do. Apo? Do të bi shembull nga Kurani ku gruaja ka qenë shkaktare për shkatërimin e këtë popullit Allah i ka vrarë. Për shkak drusave. Për me kuptu kur thot Kurani s'bën mu përzi, duhet mu mlu, s'bën mu këshyr, s'bën me fol, se ka këtë punë për shkak se ka dalë se ka kush ka më shumë dije për të kaluamën ose përvojat. Apo Allah po të kallzon a din që populli Saliut komplet, populli i fuqishëm që ka gry, ngur ka gry shtëpiat, i ka vrarë Allahu xhalla xhelalu, komplet i ka vrarë. Pse i ka vrarë? E mësoni tash pse i ka vrarë. Mi pa e përdor këtë për dy aspekte. Nga se gruaja është pika e dobët e burrit. Apo? Kjo është e para. Dhe e dyta për shkak se gruaja në esencë është e krijuar e tillë që është e dobët përballë joshjeve të ndryshme apo. Përse ta subhanallahu el-kerim Allahu xhalla xhelaluhu apo, do punë s'ja kalon dora saj apo. Jo për më në nçmu, po s'kon fal për këtë punë, për këtë punë apo. Andaj kur na përmendim këtë vllazni apo, na dëshojmë që të vendosim pikat mbi fjalë, mbi shkronja, tamam sikur se duhet për të kuptuar gjërat. Mos të bëhemi na argat të shejtanit, mos bëhemi na viktimat e tij, duke mos ditë se ka po na vjen ato. Sa njëri autoritativ në botë, apo e kanë rrëzu përmes skandaleve me gra. A i dini sa ka? Sa dush ato. Sa njerëz i kanë marrë në grosht, çka kanë dash kanë bërë me ta, për shkak skandaleve të caktuara me gra që i kanë pasur. Sa dush. Madje rrjeti më i mirë për zënjen e shpionëve të besueshëm deri në fund, mjet dhe rrjet më i përshtatshëm se skandalet me gra nuk ka ato. Kjo është e dishme. Po këto shejtani e ka ditë para neve, e ka përdorur, para se na më marr vesh sot ato. Prandaj e ka përdorur këtë ato. Për këtë arsye, na duhet vetë më urujt fillimisht që mos të bëjmë viktime këtyre provokimeve dhe joshjeve, duke urujtur që na ka mësuar Allahu xhalla xhelalu përballë gjinisë femrore e para, dhe e dyta duhet gjinia femrore, gratë, motrat, nënat, duhen të jenë të vetëdijshme dhe të kujdesen se kanë mundësi të jenë rrjet i shejtanit për peshkimin e muslimanëve dhe dështimin e tyre. Unë do t'i përmeni 4 shembuj për këtë punë. 2 të grave të qëroditura që kam prish dhe 2 të grave të ndershme, apo që të prishtit kanë tentu me i fut në lojë për me prish, për me kuptu se ajo që po flam për gjininë femërore nuk është në kuptimin negativ vazhdimisht, jo. Po dhe gratë më të mira që kanë shkelur në tokë, ka pas tentativa me i fut në lojë për me prish shënina. Për me kuptu drejta se çka po ndodh sot atë. Allahu xhalla xhelaluhu e ka dërguar Saliun tek Thamudi. Apo Saliu ka dërguar tek Thamudi. S'kan besu. Ka unë një argument, apo në që i e pejgamber. Ka në qëfar argumenti? Tash njerëz të mrapsht, s'lypin argument bëns, po lypin argument, dëmon, në poshtë, që të në poshtë, të paftë, të lidhë. Ka unë nësi e pejgamber, nëzirën i deve për qëti guri, që e qëti, jo që ati që e qëti së të. Po Allah, po që atë vynë deve për guri, të lip argument të tërshka, që debatojmë, apo polemizojmë me kështu më rakë shumë kush e ka të vërtetën, ama devja piguri, jo dëmë me pa, në kështë pejgamber për Allahut, nëzirët devën piguri. I ka thonë Saliu, e nëzirëm, bi idhnillah, nuk ka problem, me lejnë Allah xhallahu e nëzirëm, po dine, mos me besu të një masaj, nuk ka më me thonë edhe tjetër. Allah xhallahu ti qënë argumentet, po masë ti argumentit. Më mbra pështu, tani bjen ndryshe hesapjat. Ndryshe tani bjen hesapjat. Edhe duke qëndruar ata ka thonë tash shikoni.
Ka lutë Allahun xhalla xhelalu dhe Allah ka ndruar me mucize. Mucizja e Saliut ka qenë cilla? Dalja e devës pej gurit. Ju ka dalë vazhdim me sytë vetë kanë pa guri i madh shkëmbi. Kanë këshuar në trashëti, kanë këshuar gjithë popullin. Pej saj ka dalë devja e madhe. A është argument boll? Ja na ke bëse hire. Sa është kjo devë për një mëp? Po kam praknë, çfarë është devë për një mëp? Kërësë s'ka ndosh me besu apë. Atër Allah Gjellalu ju ka thonë, mas i zdasht me besu, kjo është punë e juve, mi po zgudzeni me prek devën. Kjo është e Allahu Gjellalu, aje ka kryu. Edhe aje ka kësil argument nuk ban me e prek. Ma di ka pas ujt kufizum të këpopli Themudit, Allahu Gjellalu ju ka thonë, ju e keni një dit me pi uj, aja ka një dit me pi uj. Ja u ka dhe riskun. Edhe më zgabani me e prek apë. Atëra një grua, sikur se transmeton Ibn Jarir Taberi në tefsirin e tij, dhe Ibn Kathir në tefsirin e tij, kur komentojnë këto ajetet e shkatrimit të popullit të Saliut, Themudit. Dy transmetime. Të dy jetën prafart, ose më rëndësi për ne kush e ka bëu këtë, por rëndësishme është se cila gjini e ka nxit këtë prishje dhe këtë shkatrim. Një grua ka pas do vajzat e saj në kohën e Saliut alayhis. Edhe u ka thonë bijeve të saj, na duhet që këta burra me i lëviz me vraqat deve, se po na vran syt. I ka lëviz fetoni dhe ka shku tek paria aty. Edhe u kanë thonë, kush e myt devën do të jemi ne të tjetër aty. Atëra janë bo nën djem patkeqësisht. Sikur se Allahu Gjellar thot tis aturahtin nën vetë, nën persona në qytet janë bo për shkak kësaj oferte edhe e kanë rrë devën. Një transmetim tjetër është se një njeri me njamin Qadar, sikur se ka përmendur edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që është në Buhari, është ngrit edhe ai ka nxit pas ofertës që e ka marrë, apo është ngrit dhe ka vrarë devën atë. Për me ju është të me vrat devën, apo shejtani s'ka mund me shku këty në vesh vrane, se s'ka një rëndësi. Atëre, ma let e ka pas me i bit këto gra të mrapshta fatkeqësisht, që i kanë bind të njerëz, që në qofë se e vrajnë devën, do t'i kenë ato për vete. E kanë vrat devën, dhe Allahu Gjellola ka thonë, atëre prit një përveç pak. Prit një kodë sa këtu me, ka nejtë 2-3 dit në këtë gjendje, pasaj ka përfrit dënimi i dhëmshëm, i ka shkatru të gjithë Allahu Gjellë Gjellë. Këtë i ka prishë. Si pasoj qkafit, si pasoj do të të përfilës së kërkesës së një gruaje e cila do të ka provokuar epshën e tyne dhe i ka shkatru pasaj të gjithë. Si pasoj do të të e gjynëzimit para kërkesave të gjinis femërore, jo vetëm që në shkatru popull vëzni ato. Jo vetëm që shejtani ka përdor këto gra për të shkatru popull, për madje i ka përdor edhe për zra pejgamber. Jahja alayhi salam ka qenë viktim e kësaj natë. Jahja alayhi salam, madje edhe Zekaria alayhi salam, Jahja alayhi salam vëzër ka qenë njëri respektum tek Beni Israil. Një njeri ka dash me martu një gru, dhe e gru ka dash martohet me te, për shkak pasurisë dhe pushtetit. Por ja i alisën ka nuk ban, nga se me shërat në tyre është harami dy mu martuave. Janë deturu që me e shtypak martesën, dhe njësa këtë djollet e nërë pushtetin, pasoj se vetë jahin heq, kër e ka marrë pushtetin, e ka kërku dorën e kësaj vajzës përsëri. I ka thonë, a din qka është mehri jam, a din dhurata e martesës, a din qka është për mu me marrë. Kanë qka, kanë koka i Jahjes. Sa i në ka donë fillim, da që me marrë. Atëre, subhanallah, e ka vra Jahjen Alisam, e ka këput kokën, e ka dërgua se grua se presht dhuratat. E ka mërdu dënimin Allah të azogjel. Kjo është ka flet historia, se që shejtani fatkeqësisht ka përdor këtë gjini që Allahu Gjellë Gjellalu e ka krijuar, apo për të luajtur një rol të madh në shoqëri. Mirë, po kur ajo nuk është e kujdesshme dhe e vetëdijshme nga njëra anë,
dhe kujdestarët e saj në anën tjetër nuk janë të kujdesshëm të vetëdijshëm, atëherë ndodhin këto shkatërrime në tokë. Dhe mos himna në shembujt e shumë në jetën tonë të përditshme, apo për të kuptuar se në sa raste gruaja është bërë shkaktare për zhytjen, jo pse ajo është e tillë, por shejtani më lehtë i afrohet burrit përmes saj, për këtë arsye. Për këtë arsye i afrohet burrit, nga se qëllimi është dy të mirëzuar. Mirë, po më lehtë i afrohet burrit ka gruaja se t'i afrohet gruas ka burrit. Apo se burri është më stabil, më racional, nëse gruaja është më emotive, më shpejt dorëzohet. Për këtë arsye e vetmja gruë që ka mundësi të luan rol pozitiv dhe mos tjetë e manipuluar dhe mos tjetë vegël e shejtanit për shkatrimin e bijve të Ademit, është gruaja e cila e ndërton jetën e saj me kuptimet e Kuranit dhe Sunetit. Përndryshe, deshte apo s'deshte, me vedije apo pa vedije, ai ka me të keq përdorur. Nga se ty të ka në synim, ty të ka cak, ty të dënë, përmes te e dënë tjertë mirëzua. Prandaj vladikëshuni me këto marzina që pëndodhin tash. Apo, sa parime e nërënu, sa shpia janë shkatëru, apo sa jetë bashkërtore janë nda, janë shkatëru, mas kujt, pasi që gruaja ka fillu të përzihet mejdanet që si kam pas hije me kona të jatë. Apo, për këtë na kemi shembuj shumë që mos të ngarkojmë të ardhësit tonë me këtë, nga se kemi çka me folën vend tyna. Mirë po, kjo është në realitet që na duhet të mendojmë për mesaj. Andaj thash, dy palë mendojnë. Në qoftë se një grua ka arrit që duke e shfaq bukurinë e saj, duke i shfaq storitë e saj, të shkatron popull, po sa ka ndodhur sa vrasit ka ndodhur për shkak të gjinisë femërore. Apo sa janë? Ose në qoftë se i merr raportet e gjykatave dhe prokurorëve, edhe para luftës, mos flas mas luftës apo, të shumë vrasjeve, madje para luftës të shumë të janë, që se kanë qenë në emër të pronave, shumica prej tyre kanë qenë për shkak të grave apo, e këshyri ose kjo e këshyri ose ky shkoi, ky tani nxirri Altinë dhe vrau e kështu me radhë apo. Prandaj do të thotë sa vrasje kanë ndodhur, sa të rreme, këshyri në shkollat mesme, 15 vjeçar e thirrri me thik 15 vjeçarin tjetër. Për çfarë arsye? Çka kanë ata dy? Për shkak se dashnor në këtë të parët, ky i dytë e kish pa marrë atë. Për këtë arsye, nxjerrën thikat, për këtë arsye nxjerrën pushkat, për këtë arsye derdhë gjaku fatkeqësisht në shumicën e rasteve. Pse? Nga se as burrat nuk kanë burra, për me kuptuar për çka duhet me nxjerrë Altin më vrati kush atë. Edhe fatkeqësisht gratë bën vegël e lirë, të shitura, duke u shetit prej një ortaku në ortak tjetër, për shkak të interesit që ju jepet përpara atë. A nuk është kjo realiteti që ndodh? Po vallahi atë. Mos me kon kur realitet, pse ata që vinë për jashtë kanë kirët e mira, kanë 20 orë na pengoni për mas, ja shumë muzikën në skajt, duhet këtë së kako me pasë ky kokë si kjerë, nga se dhe se kjo është një vegël që ka mundësi me nxon dikon që shtapta. Mos me kon kjo vlerë e tillë, badjava është të ka dalë se kur shyrë. Pa e kam pasë kjo po lun real, andaj po i bojnë që shtapta. A është kjo realiteti jon? Po, ç'është po ndodh? Ç'është po ndodh atë? Mos flasim për punësim, mos flasim për tregti, mos gjithkund, nuk është prioritare sa din çka ka kryer. Prioritare është si duket. Apo prioritare është si duket, si ec, e kështu me radhë, mos im detale që është turp me i përmend këtë vend të shetë edhe para juve. Po këto po ndodhin. Këto po e prishin shoqërinë. Po e prishin shoqërinë. Edhe një rrallë pasaj për në banë vakia më u pyt, se në rrallë se të shumë të më u pyt, hoxha mi martunë, por një tjetër, më ka shkusuni dikon tjetër. Pse të ka shkusuni? Andaj për të mënë si këtu e në qështje të mënë që prishin shoqërinë apo. Nuk janë të rasishme këtë punë. Nuk janë këtë punë të rasishme, rasisht më shkoj syni, rasisht ndodhe, s'ka këtë rasësi. Kjo është vllazni strategji. E kur disën pej kur është da Ademi për iblisit, për qëtë herë, aje ka këshuj, ka mi arë njërët, dhe ka pa se kanali më i përshtatshëm për me gjunzu njërën është gruja, edhe ka përdor, dhe e përdor vazhdimisht. Pastaj pse burri është i pavetëdijshëm, edhe gruja bëhet e lirë në këtë drejtim, problemi tyne është, por aje e përdor. Edhe nëse ka shembuj, a din çka do të thonë me shkatru një popull, Allahu xhallahu e ka prish, një popull e ka prish. Për çfarë arsye? E ka prish për shkak se një gru e ka bind se bënë të interesant atë. Ti bënë ajo që
i shtyn këta burra me e thykët edhe me prish këtë deve. Kë nuk është veç me, thash, gratë e tilla ka pas shumë që të historisë dhe ka vazhdimisht e tilla. Në të gjitha vendet arabe, ku ka qenë mbulesa e pa kontestueshme ka qenë, mbulesa e grupit ka qenë e pa të na ka qenë e veni tilla, apo shihni fotografitë e vjetra. Nuk gjen gru pashami në kokë dhe madje me fytyrë të zbuluar, edhe fytyrat i kanë pas të mbuluar apo. Në botën arabe kur kanë dashur me jek shamin, me çka kanë ekë vllafën? Kanë gjetur si gra, sikurse në Egjipt e kanë marrë një grua të njohur. Dhe ajo e keni pa këtë me tahrir, e keni një përlame që bënë tahrir, që u baja protesta e madhe. Qaty, një gru me emrin Huda Sharabi, që ka pas emrin, gruja e parë në Egjipt, që ka ek shamin, edhe ka unë s'na vynë më kjo në kokën tonë. Tani masaj tjera të kanë marrë guxime dhe i kanë jeka. Qështu i kanë përdorë? Qështu e thëna kanë dali, kanë marrë gratë e drejtorave, e ka eka e para shamin, që e pëshes më bëhet kur që s'na vrajt i Zoti. Tani tjera të kanë marrë, përshe ka dalë se po i kam edhe pa shamin mërnua. Qështu i kanë përdorë gjithmonë? Andaj zban me ra viktime shejtanit, për mes tyne i ka deviju njerëz, për mes grave i ka ik shamijat, për mes grave ka gjitha këto apë. Po dikush pse burat i ka ngu, po pse dhe? E do më përëm pse? Pse i ka gjitha të t'lika, se shdo është na me kënë t'lik, për ka ndodhë. Madje vllazni, jo veç me gratë të dopë të t'liga si e ceka. Mirë po edhe me gratë ndershme ka ndosh me bo këtë punë. Ata nuk shikojnë njete. Po mendoj nuk shikojnë, a është e ndershme e pa ndershme. Kudo që kanë mundësi me ngjit, ata e përdorin si mjet për rënim të shoqërisë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një figurë autoritative, e pa kontestueshme në Medinë tek sahabët e tij. Kanë tentuar me lloj akuza me arzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti s'kan pas mundësi. Ju ka një shans ideale me prek në nderin e tij, në gruan e tij, apo a ka shpif për Aishën? Qka ka shpif për Aishën? Ka shpif se ka bo amoralitet. A ka shpif qështu? Kanë rajt. Sa që kanë turbullu Medinën një mujt dit, 30 dit. Ka qenë Medina turbulluar. I dërguar i sallallahu alaihi wasallam me gjithë pozitit që ka pas. Allahu ka ndërprej vahjin. S'ka vahj. Një mujt dit. Është nallë shpalja. Një muj dit i dërguar nuk po din çka po ndodh. Po do mu rënu shoqëria aftë. Po do me i fesadi me sahabeve. Kënë e ka përdor? Gruan, Aisha. E ka përdor shejtani atë. Prandaj ka pas një grup i munafikave dhe një grup i pak matligëve që kanë, aty kanë besu. Sahabët e tjerë kanë thonë, së është e mundshme kemë ndodhë. Madje Abu Bekri ka thonë qikës e vetë. Në qofë se ka ndodhë pranaje. Para me nda që farfit në ka qenë. Muhamedi s.a.s. ka thonë qofë se ka boja Aisha pranaje. Ka thonë Aisha së pranaj para ju vapëta. Se edhe ata e ka kapë gruja që është gjeloze, gruja që është ndershme. Apo nuk e ka letë me ngjit etiketën e pamoralshme shpinën e saj apo. Kjo është me erona e mundshme që ka mundësi një grua të ndershme të ngjitet. Andaj ka thonë, unë s'kam nevojë të pastrohem, kam më pastru muaj që më din çka po bëj. Për Allahun xhela xhelalu. Një muaj ditë është në shpallje. Para kjo ka qenë situatë e rëndë që kanë përdorur munafikat përmes shejtanit që të futin të lasha dhe të lëvi në shoqërinë islame përmes kujna, përmes grus. Derisa Allahu ka zbrit 11 ajete në surën Nur, në kapitullin e dritës, ku ndriçon dhe zbardh nderin dhe moralin e shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë, kjo është shpifje. Allahu xhalla xhelaluhu ka. Atëherë ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, kërkuj se kom bërç pasrimin tëm, veç Allahu që më ka pasruar. Edhe pejgamberi dhe alësëm i ka thonë, as ty sa kom bërç pasrimin atë. Se kështu më ka pasruar Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj kanë tentuar gjithmonë të prekin në nderin e njerëzve autoritativ, të prekin në nderin e njerëzve që kanë pozitë dhe ndëgjohen dhe janë referencë tek njerëzit. Ka çdo aspekt mundon të ngjiten ato. Prandaj
ne që jemi të atil, si musliman, që tjetë në këshynë me sy tjetër, ne kemi dy fish ma obligative me qenë më ndryshë o vllaznia për më urujt. E në veçanti në aspektin e familjeve tona dhe grave tona, që njeri me të vërtet me urujt. Për këtë arsye dhe kom përmanë vazhdimisht, për punë në mbulesës, na, kur argumentojmë për mbulesën se duhet më mbulu, me çka argumentojmë? Ata që janë për jashtë, si u lanë për shtypje, ka thonë Allah dhe ka thonë pejgamberi sa, a i lanë për shtypje? Jo, duhet më thonë se me mbulesë ruhet morali, me mbulesë nuk pengohet mësimi, me mbulesë, çfarë më dëshmu? Duke dëshmuar kështu ta thonë, më na dal dikush që me mbulesë na ka thërë në shtëpinë dikon apo. Çka më bëu më sa? Harujuni apo. Po falet e çfarë po bën ato. Keni kujdes se kena bërë dy fish, kena obligim individual për veten tonë, na si musliman, por e kena obligim tjetër për musliman, të kena obligim. Mos bëjmë me gesh që po falet ka po shkon ato. Nga se kur t'ju them tjerëve, nëse vjen në xhami nuk shkon më kësajt, ai na nxjerr sretat apo. A për çesi punë kjo fjala? A çështo po të më thonë po? Çai thoshte aty ato. Prandaj kena bërë dinit Allah Azza wa Jall, mos na përdor shejtani për të zbe argumentet tona se kjo fe ndikon përmirësimin e shoqërisë e jo në prishjen e saj. Mi po me fjalë se ne bin njerin me argumente bindën këto apo. Andaj sikur se kemi thënë vazhdimisht, musliman duhet të jenë më të ndershëm, më të moralshëm, më të sjellshëm, më ata që janë unik, më të bashkuar, më të vllazëduar, më solidar, për treguar se çështu feja na ka mësuar. Mi po sigur që kemi përmendur raste të tjera, çështë themi se me Islam bashkohen njerëzit, e duhen njerëzit, thotë çështë si ja. A çështë mund të është? Çfarë i thëmë njerëzit? Çështë thëmë njerëzit se Islami na ka bërë mudash, çështë ka thënë. Me ajet, po sta pranoj ajetin e vëllai. Për të arsye po them se kemi obligim dy fish. Një obligim e kemi që na duhet të mbrojmë veten tonë nga kurthat e shejtanit dhe e dyta duhet që duke ruajtur na dhe duke reflektuar në ndikimin e fesë tek na pozitivisht, t'ju kallëzojmë të tjerëve se ndryshe nuk bën veç çështu ta thon. Çto për çeta duhet, për arsye. Prandaj duhet të ruhemi apo. Transmeton Buhariu në Sahihun e tij, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka ndodh Ibrahimit alayhis salam 3 herë mos me fol bash të vërtetë që shaj ka qef atë. Një herë kur dal populli vet në ekskursion ku i ndol atje, ka hadhe me neve kanë smut. Smut jam smoj me dal. Ai sokon smut, për ka pas përshtim që kur dolën këta më ofri idhuj atë. Herën e dytë kur u kon, duke shkuar me gruan e tij Sarën, ka u thu. Dhe ka hyrë në vend, në atë vend, ai kryetari aty vani e ka pas një gardë të vetën. Edhe i ka lshu, ka në kutë shini, gru të bukur, bëmani mu këto. Veç me kush mos tjetë me vllaun e saj. Nëse është me vllaun e saj, ja, mos e prekni. Se motrën se preku. Qa ka tjera, njeri mrapsht. Atëre, kër e ka pas Sarën, e ka lemru, Sara ka qenë e bukur, gure Ibrahimit alayhis salam. E ka lemru ato. Dhe i ka dash me e marrë. Shikoni një kujt e tillë, çka e ka kushtu këtë njëri vllaznia. Po domethënë që sot kushton keq kur bën viktim e shejtanit përmes këtij kanali ato. I kanë thonë Ibrahim asum Sarës, do të themi se jemi vëlla e motër, nga se vëlla nuk di vëlla e motër musliman tjerë këtë vend pas me mes të jetë. Në të ka motër në Islam, sahi, s'ka rajt. Mi për njerëz të mrapsht qesin regula. Kur ato regula kundërshtojnë në jepshet tyne, thënë regullave pak në tonë, ligjit shtyë pak, se tash është kujt e jam, pyetja duhet me realizuar ato. I ka thonë motër e ka unë s'ka gale, kësi huve e shkelju, më të. E kuptut? I ka thonë motër e ka, do në ti kej vendus regull që motërat s'ka mu prej. është me vlad vetë, që shtu i ka thonë. Ka një anë edhe pse ka motër, kësi huve e shkeljem regullin, kësi huve e shkeljem ligjin, se përna duhet. Tani e këthejmë për që shina konë. Atëra, ka do është i afrohet Sarës, grus në dërshme, grus pejgamberit Ibrahimit alayhis salam. Dhe aje ka bo doa, o Allah,
me atë gjymtyr që do me mprejk shtangë jafta. E ka zgat dorën dhe është shtangë. është koqi. I ka që ka mdodhi, ka thonë, beton Allah që së mprejk mo, e lusë Allah me të shuafën. Ka thonë, beton që së prejku mo. Atër e ka lëshu dorën. E ka liru Allah gjellë gjellë. Pas të i përsi i ka laku me shu dorën. Që mas njerë në me pet ka dashtë. O pet është koqi. Atër e për herë edhe i ka thonë, nuk bëj mo apë. Herën e të di ka thonë, largëni këtë shetan të meja. Se shetan term i përdorën të këtë gjitha të. Mi përshikani vlasnia, për një kujt e ti, që shetani ka me përdorë për mes e grue, ka mund me kushtu me autoritet, me pushtet, apo me jetë, me krejt, një kujt e shkustur, apo. Që njëri nuk e kalkulon punën që shduhet, apo. Andaj sa njerëz fatkeqësisht ju delën për gazeta, ju delën për lajme, në për të në onta, po, u vra, hinin në burg, pse më rëma ku i shkon kënjëri? E shkon me këta i shkon me ata. A nuk është kënë njoll e zez, e ndyt, vëllaj që s'ja vlen për më të paktin e kësaj, kush dhe qka të të me boptën? Lemu, ato qka ata preferujnë për vetën e ty në. Për këtë arsye po thëmë se shejtani man pushtete dhe udhëheq pushtete përmes këtij mjeti që deri më tani është treguar shumë i suksesshëm. Madje shumë i suksesshëm përveç në një rast, në cilën rast kur këta njerëz janë udhëzuar me dritën e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Veç këtë rast ka qenë pamundshme ta përdor këtë vegël. Edhe kur e ka përdor, ka qenë pamundshme me pas efekt, apo? Argument për këtë kemi Jusufin alayhis salam. Gruan e ka bind, apo? E ka bind gruan që të vegël apo. Mirë, po a ka treguar efikasitet kjo vegël? Jo, nga se ka qëlluar në muri shumë të fortë të moralit ato. Jusuf alayhis salam e din këtë lojë shejtanit. Pse ti ke bë këtë viktim? Mos mendon se ki mundsi me mrzua apo, ja. Jusuf e ka kuptuar se nuk ka probleme të kjo grua apo. Kjo viktim, kjo është e shkret. Apo, problemi është ai tjetri. Ai tjetri atë për mas saj, ai që po don me marmicu mu me Zotin tëm apo. Jo, këtë lloj nuk ta lejo apo. Prandaj ka pas të atil që kanë ra viktima, ka pas të atil gra që kanë qenë viktima, e është dëshruar për mësujet viktimizuar të tjera, sikur se Aisha ka qenë viktime e shpifjeve, e ka pas të atila që kanë dash më bëm mjet i shejtanit për fatkeqësisht për ta, se fatmirësisht për hakun, nuk kanë pas mundësi që të kenë ndikim dhe tjenë efikase ato mjetë që ka dash shejtani me i përdorë. Dhe rastet të tjera të shumta do që flasin për këtë. Dhe e dyta e fundit, do të thash e para është paria dhe këtë pari e aktivizon dhe e vën lëvizje përmes mjetit tjetër. E pari që ceka gjinia femërore dhe e dyta përmes keqkuptimit që i lidh mes tyre dhe mes pushtetit. Qështu i ka lidh për shejtani me ta. Ka lidh mes keqkuptime që i kanë mbjellë tek njerëzit, që këto keqkuptime kanë qenë të lidhura keq mes pushtetit e atij që ka pas pushtetin. Gjatë historisë, pejgamberët që janë shkatruar popujt e tyre ose që kanë dërguar tek ata, një prej atyre të mëdhave që ka qenë keq përdoruesi më i madh i pushtetit, faraoni, apo me çka ja ka lidh shejtani faraonit pushtetin? Po me keq përdor pushtetin më shumë, me çka ja ka lidhur? I ka thonë, ti nëse jem pushtet, ti je Zoti. Ti je Zot. Çat pushtet do të më bëj. Apo qysh ti me kon pushtet e me ngu dikon të më bëj. S'bën kështu. Jo, ti jem pushtet, edhe ti çet ligje. Ti thosh qysh ti thua të më bëj. Andaj shejtani ka vendosur. Dhe faraoni ka thonë, nuk përsha se keni ju në zëtë të përsmi, unë jam këtë Zotit. Apo dhe argument që në më Zotit që qërë lumen që presin për punit, me izën ta me esin, një lejës me izën e faraonit. I ka lidhë që shtë në ngosht. E thani njërës me karim në kohës, fillon më ubinë që në gjështatën. Fillon më ubinë. Këshuni përshamu këto levizit në përbot në arabe këto pushtetarë.
deklaratat e tyre që shina për shembull, qëra unë isha tërhiq, po bëhet hallakam pushtet. Domethënë, ajo është masa e sigurisë, se buni shkoj ai, ju vrani vëlla me zveti. E çka ke bëu ti sa e kon, kanë rënë mirë. Ai fillim me ditë që të bëkesh, po pastaj shejtani lidh ngusht, nyje. Dhe fillon me u bind apo, se buni shkova unë, buni u largova unë, buni si jam unë, atë këtu bëhet hallakam atë. Përmes të keq kuptimeve dhe koncepteve që i mbjell në kokën e kësaj parie, i shtyn proceset e tij përpara atë. I bind se nëse çka kuptim që shtut, atëre pushteti të bjen atë. Apo don me pas pushtet, po. Apo don me pas pushtet, po. Atëre luftoj xhallat. Apo don si në komunizëm, apo don me pas sukses teoria jote, që të ka prum pushtet se s'ka zot, apo don. Po du. Po këta që thonë që ka zot luftoj pra. Shumë është e qartë. Apo don i bjen pushtet me diçka të mënuese që ka prum pushtet. Pastaj jo më rapshanët, e tashma se që ka pru, dash me ru që ta du që ta me bëptë. Lësmrit brapshta, mes kuptime dhe koncepteve, apo që qarkullojnë mes personin pushtet edhe pushtetit të ti që aje kaptë. Kjo është yllë që aje përdor. E që Allah Gjelle Gjelalu fillimisht tash e ka bërë që njëri të udheq këtë tokë për të ndërtuar me udhëzimet e Allahut Azza wa Jall. Që njëri të udheq këtë tokë për të ndërtuar me mësimet e Allahut te bareka ve taala, jo për ta prish atë tokë dhe për të rënuar udhëzimet e Allahut Gjelle Ula në tokë. Andaj gruan Allah e ka ndërtuar se të jetë ndërtuese e shoqërisë, e jo rënuese e saj. Allah e ka ndërtuar, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka krijuar gruan që të jetë pushim për burrin e saj, e jo shqetësim për shoqërinë. Allahu Gjelle Ula e ka krijuar gruan që të jetë edukatore e gjeneratave, e jo degeneruese dhe devijuese e gjeneratave, jo për këtë arsye. Ajo është edukatore e gjeneratave, jo ajo ti prish gjeneratat. I po shejtani kur nuk funksion diçka pozitivisht, atëherë ai e merr, nuk e gjun për llog, e përdor për të mirën çfarë atij duhet atë. Pushtetin Allahu Gjelle Ula ka jap njerëzve për të ndihmuar të fukarave, për të ndihmuar të doptëve, për të ndihmuar njerëzve që ti zgjidhin problemet e tyre, për të ndihmuar njerëzve që ta nxjerrin të drejtën që dikush ja u ka marrë, për ta ngrit drejtësinë dhe për ta ngrit adhurimin e Allahu Xhallahu Ala Tokë. Për këtë arsye ka mësuar Allahu pushtetin njerëzve. Por e kanë mbrapshtuar, besa me ndërtu adhurimin, e kanë prish adhurimin e kanë ndërtuar të kundërtën atë. Të gjitha këto i ka bërë njëri që është mas tyne atë. E që shpeshher ata nuk e marrin vesh se për ka po i vinë. Mendojnë se këto idejat e tyne ose ata i kanë bërë këtë punë, por fatkeqësisht është pjesë e lojës së shejtanit për të realizuar qëllimet e tij atë. Andaj ato që kemi cik përpara nga objektivat dhe qëllimet e tij dhe metodat që ai ndjek, apo i ndërton ato dy shtylla dhe i lëviz përmes këtyre dy mjeteve, e para të Paris dhe e pamqysh dhe e dyta përmes dietarëve dhe ulemave fatkeqësisht. E dietarë nuk kemi për veç dietarë të fesë, por edhe shkencëtarëve, doktorëve, njerëzve të dikshëm këtu më radh nga të gjithë ata që në vend se ata të instalojnë besimin e Allahut xhallahu ala, kanë qenë ata që e kanë çrrënjuar besimin për çdo popull atë. Si do të mësojmë dhe të flasim për këtë çështje në dersën e ardhshëm. Andaj elos Allahun azza wa jall që na mbron dhe të na ruan që mos të jemi as mjetet e tij, po as të goditur me mjetet e tij, të mbrohemi me mbrojtje që na ka Allahu xhallahu xhelalu në duart e tona dhe zemrat tona. Elos Allahu xhallahu ala që femra, gruaja të jetë ajo që e ndërton shoqërinë, të jetë ajo që e ndërton familjen, të jetë ajo që edukon gjeneratat e ardhshme, e mos të bëhet veg e lirë që përmes saj prishen burrat, prishen familjet, armiqsohen njerëz mes veti, vrahen dhe therrën mes veti për shkak të kësaj ose të asaj. Këtë kemi mundësi ta realizojmë vetëm atëherë kur e kuptojmë drejt natyrshmërinë dhe realitetin e kësaj betejë dhe pastaj dimë se si duhet të pozojmë për ballë kësaj. Kjo është ajo që dashur me thonë personte e deri në takimin e ardhshëm. Zoti xhallahu ala shpërblet sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.